Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa raportohet se ka pësuar një lëndim trupor gjatë turneut të saj në Amerikë dhe ka pasur nevojë të kontrollohet nga një radiolog para se t'i jepet drita jeshile për të vazhduar performancat në skena ndërkombëtare. Fansat e saj u alarmuan kur e pan këngëtaren me shenjat e errta në shpatull, duke ngritur shqetësime se mund të kishte dëmtuar rënd veten. Megjithatë, sipas gazetës The Sun, Dua ka marrë lejen për të vazhduar turneun pas kontrollit mjekësor dhe pasi dëmtimi ka ndodhur gjatë disa momenteve të pushimit nga performancat. Një burim pranë saj tha se këngëtarja i është nënshtruar trajtimeve të fizioterapisë për rikuperimin e plot, por turneu do të vazhdojë pa ndërprerje. Lëndimi ndodhi gjatë një kohe pushimi nga turneu, ka qenë e dhimbshme, por pas kontrollit nga radiologu i është dhënë drita jeshile. Turneu do të vazhdojë ashtu siç ishte planifikuar, thjesht një prej këtyre situatave e kupton, tha burimi për median britanike.